Tunja tjetha uroj të jeni mirë. Alarm në takimet sekrete në Bruxelles e Paris. Gjermania po ringjall makinerinë ushtarake. Rama Meloni takohen në Itali. Shtypi italian masakron takimin dhe konsideron Melonin si një bashkëpunëtore të një narkoshteti për të cilin shtypi italian kanë prova se ka patur takime të organizuara ndërmjet karteleve të mafjes dhe të krimit organizuar dhe përfaqësuesve të qeverisë Edi Rama. Çfarë po ndodh në Europë është shumë e rëndësishme ta kuptojmë sot të transferohemi pak tek kontinenti ynë ku na kanë premtuar se duan të na integrojnë, përse ndërkohë që Europa është duke zier dhe është duke u bërë gati për luftë, është duke u bërë gati për të ringritur makinerinë e saj të luftës. Në Tiranë flitet për seksin e engjëjve. Në Tiranë flitet për preferencat seksuale të dërguarve të Europës dhe si ata ndjehen krenar dhe si ndjehen të sulmuar. Mediat e Tiranës kanë angazhuar shqiptarët mbrëm me Grida Dumën për t'u treguar atyre preferencat seksuale, stilin seksual, formën seksuale, mënyrat seksuale të elitave të Europës që vinë në Tiranë, ndërkohë që Europa vetë, tek e cila kërkojnë të na integrojnë gënjeshtarët e Tiranës, që nuk e bën këtë për 34 vjet, sepse as këta nuk e kanë pasur vullnetin për të integruar, por as Europa nuk ka dashur të na pranojë. Historikisht ka qenë një marrëdhënie e çuditshme, derisa erdhëm në pikën kulminante në të cilën bota është duke zier. Çfarë po ndodh në Europë? Europa në korridoret e saj të errta, të ftohta, të akullta të diplomacisë, sepse janë korridore me zhurmë pak, është duke biseduar për tensione, makthe dhe frikra të mëdha. Tensione ndërmjet vetë antarëve dhe shteteve pjesë të Bashkësisë Evropiane. Parisi është në ankth për rritjen dhe ringritjen e madhe të Gjermanisë. Polonia është në ankth. Çfarë po përgatit Gjermania? Ejani t'i shohim dal nga dal të gjitha që të kuptojmë se ç'gatuhet në Europë dhe ç'gatuhet për popullin më fatkeq të Europës. Shqiptarët, pjesë e të cilëve janë arratisur, pjesë e madhe e të cilëve janë arratisur, kush në Europë, kush në Kanada, në Amerikë e kush në vende të tjera dhe të tjerë që kanë mbetur në këtu brenda territorit të Republikës Shqipërisë, ose kontrollohen nga sekti mafioz në pushtet, ose kërcënohen çdo ditë me bukën e gojës dhe me largimin e tyre përfundimtar nga Shqipëria. Ringritja e Gjermanisë është makthi më i madh sot në Europë. Pse? Sepse Gjermania është fuqia më e madhe e ekonomisë europiane. Ka qenë historikisht dhe vazhdon të jetë generatori ekonomik, përrjedhoj dhe politik i Europës së Bashkuar, por edhe i kontinentit në tërësinë e tij. Sigurisht, ringjallja e frikës nga Gjermania ndodh për arsye se jemi në një moment jashtëzakonisht delikat, në të cilin edhe amerikanët duket që po japin shenja të qarta se kanë vendosur të tërhiqen nga Europa dhe të tërhiqen nga kontinenti plak. Përse? Si? Çfarë do të çfarë gatuhet? Ejani t'i kuptojmë bashkarisht, sepse do të kuptojmë duke i parë nga afër dhe duke i analizuar të gjitha këto zhvillime, do të kuptojmë një copës të fatit ton, një copës të asaj që po na pret në të ardhmen. Ndoshta jo direkt ju, brezi i tretë, ndoshta jo direkt ne, brezi i dytë, mund ta kapim në fund, por pas një diskutim, fatet e brezave të ardhshëm gatuhen sot. Gatuhen sot dhe ne do t'ju tregojmë, pastaj ju vendosni, veproni apo nuk veproni. Tërheqja e amerikanëve nga Europa, ngacmimet e Rusisë dhe revanshi i Rusisë nga lindja, plakja e Europës dhe mungesa e një besimi ndërmjet antarëve të saj rrisin frikrat e mëdha. Gjermania ka marrë pjesë në përpilimin e planeve jashtëzakonisht të mëdha strategjike, të cilat lidhen me ringritjen e ushtrisë së saj, me ringritjen e armatosjes së saj dhe me rithemelimin e arkitekturës së saj ushtarake.
Gjermanët janë duke u bërë gati që brenda vitit 2029 buxheti i tyre për mbrojtjen të kaloj 153 miliard euro në vit për mbrojtjen, që është një shifër e llahtarshme dhe që tregon se Gjermania është duke u bërë gati për pjesën tjetër të betejës, është duke u bërë gati për luftë, është duke u bërë gati për të ristrukturuar fuqinë e saj. Por ngritja e Gjermanisë nuk është thjesht një gëzim për gjermanët dhe për Gjermaninë, nuk është thjesht e shoqëruar me masat dhe me ligjet të cilat po miratohen për të marrë dhe për të rekrutuar të rinjt e Gjermanisë dhe për të çuar ata në frontin e luftës. Ligjet tregojnë se atje është duke u bërë gati një plan i ri për të ngritur Gjermaninë madhështore, Gjermaninë e krenarisë madhe të Europës dhe pushtetin e saj për ta shtrirë në gjithë Europës. Për të parë nëse do të mundet Gjermania të arrijë këtë apo jo, do të na duhet fillimisht të shohim se cilat janë kapacitetet ekonomike të gigantit gjerman. Gjermania sot ka 4.6 trilion prodhimi i brendshëm bruto i saj, pra volumi i ekonomisë gjermane sot është 4.6 trilion euro, ekonomi e frikshme me 200.000 ushtarë gati për të shkuar në frontin e luftës, 55.000 prej të cilëve, pra 55.000 ushtarë, janë me moshën prej 18 vjeç deri në 25 vjeç, që do të thotë kemi të bëjmë me një ushtri relativisht të re. Takime sekrete në korridoret e diplomacisë së Parisit dhe të Brukselit janë duke diskutuar se çfarë është duke përgatitur Gjermania, çfarë është duke kurdisur Gjermania, mos ndoshta ka ndonjë plan të madh të padeklaruar, i cili mund të ketë frymëzim nga reminiscencat historike të shkuarës, apo është duke ndodhur diçka tjetër. Shtypi europian, veçanërisht politiko, janë duke folur për maksin e diplomatëve europian për sundimin ushtarak të Gjermanisë ndaj Europës, dhe kjo bazuar në fuqinë dhe kapacitetet e saj të jashtëzakonshme. Disa diplomatë polak kanë shprehur në korridoret e diplomacisë europiane, por që nuk janë cituar me emër se kush janë, ka shprehur frikën dhe fobinë e tyre të madhe se kjo fuqi e re e Gjermanisë është duke u formatuar, është duke u ringritur dhe mund të përdoret ndaj vetë Europës, kontinentit ku Gjermania bën pjesë. Ky diplomat polak, i cili nuk përmendet me emër nga shtypi europian, thotë se gjithashtu ka një frikë të madhe në Europë, por veçanërisht edhe në Poloni, për ringritjen e partisë Alternativa Gjermane, kjo parti e cila ka reminiscenca të shkuarës dhe sigurisht ka pjesë të programit të saj rikthimin e një pjese të territoreve polake. Ju e dini shumë mirë, miq të dashur, që lufta e dytë botërore ka ndodhur dhe ka nisur diku aty tek territoret e Polonisë, dhe frikrat e këtyre diplomatëve polak, francez dhe të Brukselit në Europë lidhen gjithashtu edhe me arsyen përse nisi lufta e dytë botërore. Ata thonë se lufta e dytë botërore nisi për arsye se Gjermania nuk ishte dhe nuk doli e kënaqur nga lufta e parë botërore. Këto frikra po rriten dhe po bëhen çdo ditë më të mëdha në rrethet diplomatike në Europë, dhe Gjermania duket qartësisht që e ka vënë tashmë planin për të qenë ushtria më e madhe në Europë, dhe synon gjithashtu, nuk e ka fshehur synimin e saj për të bërë ushtria më e fortë e NATO-s. Frika në Europë lidhet edhe me një fobi tjetër të një tjetër lojtari balancues të Europës, që është Parisi zyrtar. Europa ka frikë që të anashkalohet Parisi për programin e mbrojtjes ajrore dhe të aeroplanëve luftarak të Brezit të 6, të Rafalet e Brezit 6, sepse Gjermania është duke parë alternativa të tjera. Parisi
është në krizë në këtë moment, edhe pse është qendër e fortë e diplomacisë europiane dhe qendër e fortë e politikës europiane, Parisi nuk i ka kapacitetet ekonomike dhe fuqinë ushtarake sot që të dominojë Europën ashtu si kurse është duke e projektuar Gjermania. Parisi nuk e ka fuqinë e Gjermanisë dhe do t'i duhet shumë kohë që të ndërtojë një lloj deterence, nëse mund ta quajmë ekonomike, një lloj barazpeshe ekonomike apo në rrafshin ushtarak me Gjermaninë në të ardhmen. Gjermania nga ana e saj është duke u drejtuar Suedisë dhe Spanjës më shumë se sa Francës dhe Parisit, që do të thotë kemi një lëkundje tek ky aks i fortë Berlin-Paris, që janë dy kolonat kryesore të bashkimit evropian. Dhe në qoftë se këto dy kolona fillojnë dhe hasin lëkundje, pjesa tjetër janë prralla dhe rrena. Ndaj dhe duhet të kuptojmë mirë atë që po ndodh dhe duhet të kuptojmë mirë nivelin e poshtërsisë që po kryhet ndaj këtij vendi dhe ndaj këtij populli nga renegatët e sektit të rilindjes në pushtet, të cilët në vend që t'i mbajnë shqiptarët të informuar me ato çfarë po ndodhi në Europë realisht, i mbajnë shqiptarët të karikuar me identitetin seksual të përfaqësuesit të Europës në Tiranë, gjë që nuk ka lidhje fare me interesat gjeopolitike të shqiptarëve, as me interesat e shqiptarëve, por mesazhi i Grida Dumës mbrëm ishte i gjithi krenar për identitetin seksual të përfaqësuesit të Europës, siç na duhet ne, sepse është zënë Berisha me përfaqësuesin e Europës në Tiranë. Për çfarë i hyn në xhep shqiptarëve identiteti seksual i përfaqësuesve të Tiranës, si e ndihmon kjo Shqipërinë dhe si ndihmon kjo integrimet europiane, ku do të integrohet Shqipëria, ndërkohë që Franca dhe Gjermania, dy kolonat e Europës, janë në botë tjetër. Gjermania është në botë tjetër, Polonia është në botë tjetër, vendet e Balltikut janë krejt në një botë tjetër. Italia është në botë tjetër, vendet e tjera janë sallatë ruse, vendet e tjera nuk kanë asnjë lloj peshe, Suedia po lu për vetën e vet, Spanja po lu për vetën e vet, Anglia po lu për vetën e vet, ndërkohë që e gjithë bota përgatitet për luftë, e gjithë bota përgatitet si të projektojë ringritjen e fuqisë së madhe, në Shqipëri merren me seksin e engjëjve, siç merreshin në mesjet kohë më parë, ndërmjet debatet, ndërmjet antarëve, banorëve të kohës për seksin e engjëjve, ndërmjet kishës dhe intelektualëve të Europës. Kuptoni çfarë luhet. Pra Europa është e tronditur në këtë moment nga ky rizgjim i Gjermanisë dhe nga kjo ringritje e Gjermanisë dhe deri në këtë moment Franca dhe Parisi zyrtar kanë qenë ata të cilët i kanë ofruar në një farë mënyrë Europës cover bërthamor apo një lloj mbulese bërthamore e cila do të mbronte kontinentin nga çdo lloj sulmi i mundshëm bërthamor, pasi ju e dini në Europë Britania e Madhe dhe Franca janë dy fuqitë bërthamore të kontinentit, ndërkohë që Gjermania nuk është një forcë e tillë. Gjermania është duke luajtur shumë fuqimisht dhe kjo tregon që një, Gjermania e ka të qartë se çfarë e pret kontinentin, dy, është duke projektuar diçka më të madhe se sa ajo që njofton, tre, është duke angazhuar të gjithë shtetin e saj të thellë me gjithë strukturat e sigurisë saj kombëtare për të ristrukturuar orientimin e saj geopolitik, veçanërisht tashmë që Europa ka dhe dëshmon dhe sheh një tërheqje të qartë të Amerikës nga kontinenti, dhe nga ana tjetër është Polonia, e cila e sulmuar vazhdimisht nga frikrat dhe nga fobit që lidhen me Rusinë, lidhen me territoret e saj, është duke forcuar edhe ajo ushtrinë në mënyrë të frikshme. Polonia sot ka një nga ushtrit më të forta në Europë të këmbësorisë, është duke hedhur mbi 4%, 4.5% të prodhimit të saj të brendshëm bruto
pra 4.5% të GDP-s është duke e çuar për armatimin dhe për ushtrinë. Europa dhe veçanërisht Polonia kanë frikë nga kjo skemë e re e Gjermanisë, nga kjo ringritje e re e Gjermanisë, sepse ata, pra siç ju thash pak më sipër, janë të vetëdijshëm se lufta e dytë botërore ka nisur pikërisht sepse Gjermania nuk doli e kënaqur nga lufta e parë botërore. Por në qoftë se do të ndërtonim një pyetje, është krejtësisht legjitime të pyesim nëse cila është më racionale, frika e Francës apo frika e Polonisë. Në fakt është e vështirë të kuptohet kjo, por ajo që është e qartë është se Polonia është duke e ofruar veten si një gardh ekstrem lindor që përballon frikën e ardhjes dhe të afrimit të Rusisë në drejtim të Europës perëndimore, ndërsa Franca nga ana e saj, edhe pse nuk e ka fuqinë ekonomike të Gjermanisë, është duke siguruar mbulesën e saj bërthamore. Për këtë arsye, ajo që duket qartë në këtë moment është mungesa totale e besimit ndërmjet antarëve të Europës. Ndërsa në Tiranë, shqiptarëve u thonë do ju çojmë në Europë, bëuni gati për në Europë. Europa nuk e di vetë ku do shkojë, nuk e ka vetë të qartë. Këto hynin në shtypin europian, hynin në analizat e europianut, hynin në analizat e think tankeve europiane dhe shikoni se çfarë ndodh atje. Kjo është qëllimi që edhe unë po asjell ju të bërë sa më të qartë për publikun shqiptar se cila është klima sot në Europë, cila është situata atje, kush e ka mendjen tek ju ndaj populli ynë i dashur shqiptar, shqiptarët në tërësinë e tyre. Duhet shikojmë si të forcojmë kartat tona, duhet të forcojmë ekzistencën tonë, duhet të kuptojmë urgjentisht se çfarë po gatuhet, sepse po ju gënjejnë dhe po ju mashtrojnë. E përsëris për të katërtën apo për të pestën herë. Ndërkohë që Europa po armatoset, po bëhet gati për luftë, po bëhet gati secili shtet përgatis ushtrinë e vet, se nuk e dihet si shkon loja, po bëhen gati të gjithë të formojnë, të rrisin fuqit kapacitetet e tyre ekonomike dhe ato ushtarake. Këtu i flasin shqiptarëve për identitetin seksual të përfaqësuesve të Europës. Kjo është katastrofa e madhe. Dhe këtu është thelbi i gjithë krizës tonë. Ne nuk na intereson kërkujt identiteti seksual i kërkujt, se të bën njeri, se të bën secili në dhomën e vet, në shtëpinë e vet, në organin e vet, është punë e secilit. Këto tema janë tema të dyshekut, nuk kanë lidhje as me shoqërinë, as me ligjin, as me të ardhmen. Ky imponim i këtyre temave në këto kohra lufte nëpërmjet një koordinimi ndërmjet politikës dhe të degeneruarve të medias, ata kanë vetëm një qëllim, t'i zhvendosin shqiptarët nga aksi i vërtet i diskutimit, nga akset strategjike të diskutimit, tek akset dhe tek kanalet dhe tek ulluqet e ujrave të zeza të identiteteve seksuale. Dhe kjo është edhe ajo që po i ndodh familjes, kjo është dhe sulmi që i bëhet ndaj familjes shqiptare, ndaj çdo grimcë konservatorizmi në Shqipëri, ndaj çdo grimcë dinjiteti, ndaj çdo grimcë identiteti kulturor, identitar, seksual, çfarë do llojshëm që ne kemi të trashëguar deri më sot. Duhet ju ta kuptoni këtë. Okej, ne kreshnikë kemi kuptuar, po ne s'kemi çfarë të bëjmë. Jo keni çfarë të bëni, keni çfarë të bëni shumë. Duhet të organizoheni, duhet të bashkohemi, duhet të organizohemi, duhet të japim dorë njëri tjetrit. Dhe unë besoj që nuk ka për të ndodhur kur ky bashkim, as ky koordinim, as ky projekcion i të ardhmës së fuqisë së shqiptarëve në rajon, në ndritën e këtyre kërcënimeve të frikshme gjeopolitike ndërkombëtare, pa kuptuar, pa u vetëdijsuar dhe pa e ulur numrin e lartë të budallëve që ka në këtë vend. Budallët sot janë në rritje, analfabetizmi është në rritje,
ignoranca është në rritje dhe ata janë ndru zjarri për establishmentin politik dhe atë mediatik i cili koordinon në mënyrë perfekte me njëri tjetrin, si të ishin një orë zvicerane dhe qëllimi i tyre i përbashkët është zhdukja dhe eliminimi dhe shkatërimi përfundimtar i këtij populli krenar në qendër të Ballkanit, i cili paska qenë fatkeqësisht hal në sy për kaq shumë entitete gjeopolitike dhe shtetërore, qofshin ata që na rrethojnë, qofshin ata që janë larg nesh. Duhet të ulim urgjentisht numrin e ignorancës, e ignorantëve dhe të paditurve, sepse po të na vrasin dhe do të na vrasin. Ka njerëz që duan të kuptojnë, por nuk din ku ta gjejnë, ka njerëz që duan të kuptojnë, por janë ende të paaft për të kuptuar, sepse loja është shumë e ngatëruar. Ka dhe njerëz të cilët janë dorëzuar totalisht dhe rrinë gjithë ditën duke hedhë gur ndaj atyre të cilët duhet të zgjohen. Ne duhet të shpëtojmë vendin ton, duhet të shpëtojmë realitetin ton, duhet të shpëtojmë jetët tona, dhe në qoftë se jemi kriminalët e vetvetes, dhe në qoftë se ne nuk na intereson vetvetja, ne duhet të tregojmë një grimc njerëzilliku, të mos jemi kaq ordiner në raport me të ardhmen e brezave të ardhshëm. Në qoftë se vendosim të shumohemi dhe të sjellim dhe të pjellim dhe të lindim fëmijë, është turp që të zbresim më poshtë se niveli i kafshës. Kafsha është ajo që pjell dhe të nxjerr syt për klyshin e saj. Ne nuk mundet dhe nuk e kemi luksin të bijem poshtë nivelit të kafshës. Në qoftë se ne jemi kriminalët e vetvetes, në qoftë se ne nuk na intereson vetja, në qoftë se ne jemi dorëzu këtij realiteti, nuk mundet të bëjmë sikur nuk shikojmë rreziqet që i kanosen brezave tanë të ardhshëm, dhe në qoftë se nuk keni përgjegjësi ju dhe unë për brezat e ardhshëm, atëherë të mos pjellim dhe t'i hedhim në rrugë, të ndalojmë së qeni shtazat. Sepse e ardhmja është brezi i ri, ato kukullat e vogla, ato fëmijët e vegjël që i shohim sot nëpër çertë, nëpër kopshte, nëpër shkollat fillore, 8-vjeçare, të mesme, ata janë ardhmja e vendit. Dhe nëse ne do t'i braktisim një lloj siç kemi braktis veten tonë, ata dhe historia do të na mallkojë edhe në varr kur të jemi, sepse nuk na e kishin borxh t'i sillnim në jetë dhe t'i hidhnim në rrugë si qeni. Qeni të qit syt për konën e vet. Edhe pula të nxjerr syt për klyshën e vet. Edhe macja të nxjerr syt për klyshën e vet. Edhe ne duhet të ngrihemi minimalisht në nivelin e kafshë, nëse kemi përgjegjësi. Përndryshe, na presin ditë të vështira. Ajo që po ndodh është se ne nuk na ka njëri llogari fare. Këtë e shohim tek takimi i Ramës me Melonin. Shtypi italian ka dalë dhe ka thënë takimi Rama Meloni është ajo që ju a shpjegova dje fjalë për fjalë, para se dilte shtypi italian. Meloni komardare për Edi Ramën. Pse? Bashkëpunim pragmatik, më falni për shprehjen, nuk i qethet kujt për ju as për shqiptarët as çfarë ndodh. Meloni ka hallin e saj. Kush është halli i Melonit? Të zgjidh hallin e emigrantëve që po i vinë dhe të ketë një shtet këtu, baçe ku të vi dhe të hedhi hallet e saj t'i mbylli këtu. Rama don mbështetje dhe legjitimitet për veten dhe për hajduten më të madhe në Shqipëri, atë Ballukun e merr me vete, dhe kjo është në hetim nga spaku. Është në hetim zonja nga spaku. Ai e merr dhe 10 ministrat kabinetit të rënd, të një qeverie të rënd, dhe e vesh me legjitimitet europian nëpërmjet Melonit dhe ndërkombëtar nëpërmjet Melonit. Melonit nuk i ndjen fort se çfarë ndodh me shqiptarët. Meloni është zgjedh nga italianët për drejtu hallet e italianëve. E dun se dun italianët e vendosin ata vetë. Por Meloni është pragmatiste, i jep Ramës një lloj përqafimi dhe puthje atje në para mediave. Ky i thot motra, ajo i thot vllai, i bëjnë një lame me furçe njëri tjetrin, mediat i kanë, i kontrollojnë Tiranë, Rama pritet në Itali, qeveria Rama arritjet e mëdha,
dhe këta të identiteteve seksuale të Europës, që vetë po armatosen në Europë, kurse këtu na vinë na japin leksione për identitetin gjinor të anusit. Kjo është problemi, kjo është ajo që po ndërtohet për ju. Pastaj thoni Kreshniku egzageron, Kreshniku flet kot, Kreshniku flet për gjëra të bukura. Për çfarë flasun për gjëra të bukura? Flas për identitetin seksual apo të bëj emisione seksi. Hajde bëjmë emisione seksi. Di unë të flas edhe për seksin, për psikologjinë, për emocionin, për dashurinë, si e ndau, si e martoj, si e fejoj, si e thithi, si e përthithi, si e tradhtoj me komshien, me burrin e komshies, me motrën, me shoqen e ngushtë të vllajt, motrës burrit. Këto muhabete janë muhabete për shtazat. Ose kanë vendin e tyre kur shkon tek doktori, shkon tek andrologu apo tek ginekologu, ke probleme seksuale, por nuk mund të rri, gjithë shqiptarët janë tërë ditën me ngarkesa erotike, gjithë ditën i mbajnë kështu në kontroll, on TikTok ose në Facebook. Dhe del Grida Duma i tregon bën 2 orë emision për të shfaq krenarinë e madhe të identitetit të gjinor, që ka ndjerë shumë i fyer nga një sulm i pa precedent që ka ndodhur në Tiranë. A kuptoni çfarë misioni ka kjo më? Dhe ajo s'është e vetmja. Grida s'është e vetmja, janë një establishment i madh. A kuptoni kush është halli i shqiptarëve, kush është halli i këtyre më? Pastaj thot Kreshniku thot është i ashpër, është agresiv, luan fort, gjuan fort, i godet gjithë. Po ç'a të bëjmë më? Të hedhim vals, kërcejmë dans. Po na shuhet Shqipëria para syve. Jo, po duhet me e dredh pak, duhet me qenë pak më diplomatik. Po që më duhet mu, më që duhet shqiptarve identiteti seksual i engjëjve më. Që duhet shqiptarve qa kanë engjëjt mes shalve. Që i duhet shqiptarve se qa bën ke dhoma gjumit përfaqësuesi i Europës më. A i fut genitalet ke gruaja, a i fut ke burrit, ç'punë kemi ne? Si lidhen shqiptarët me këtë punë? Ku hyn krenaria këtu? Si lidhet krenaria me këtë identitet? Si lidhet krenaria me të urinosh në këmbë apo të urinosh ulur? Ku është krenaria këtu? Nuk ka krenari, është program i madh. Shtypi italian, i thot italianëve, qeveria Meloni po bën lavatricen e një karteli i cili është provuar se Guardia di Finanza është këtu gjithkohës. Gjithë spionazhi italian është këtu, është në Bregdet, është në Port Durrësit, është në Shqipëri, i din gjitha trafikun e kokainës që vjen. I din raportet e Departamentit Shtetit. Por Giorgia Meloni ka hallin e vet. Giorgia Meloni ka hallin e emigrantëve. Ky ka hall të përlajnë ai lek. Ka marrë 1 miliard euro nga Europa, para taksa paguesit e italianëve, atje që ulërin, edhe i ndajnë këtu me krimin, me mafjen. Shtypi italian thot kemi prova, thot që është aku përfaqësues i qeverisë Rama me krimin organizuar në Tiranë. Raporti i Departamentit Shtetit thonë është qendër operacionale e krimit organizuar. Tani pyetja e madhe ta mbyllim, kush i mban këto? I mban pa fuqia juaj miq dhe imja. Sepse ata thonë ju bëni vetëm gam, ju nuk jeni popull i aftë, sepse popujt e aftë do ishin sot në shesh, do kishin rrethu. I ka kap Berisha peng, edhe thot do t'i nxjerr unë, thot. Kush i del më Berishës? Kush shkon më në protest për Mulin, për Albana Vokshin e për çunin e Fahri Balliut? Kush do shkojnë protest? Do mbledhi besnikët e vet dhe do i thot Europës, unë jam opozita. Kuptoni, ata ka vdek, opozita ka vdek. Dhe Rama del Kakaris nuk ka opozit. Opozita duhet ishte në shesh. Ditën që Belinda Balluku u marr, shkoi, u shpall person në nënhetim, shteti ka rënë. Ai Kakaris të bën takohet me motrën, motra Giorgia Meloni, bjondja Italis. Bjondja ka hallte veta. A kuptoni lojën si është? Shtypi italian thot, Italia po bëhet lavatrice. Shqipëria thot nuk ka asnjë ligj që lufton krimin e organizuar dhe pastrimin e parave. Ç'a boni ju Shqipëri thot? Ku shkojnë paratë italianëve? Kjo i bë qoka këtit, duke i pru lek këtu, 1 miliard euro. Ky i bë qoka asaj, i thot, ç'a keni plehra në Europë, bjerni se kemi Shqipërinë bosh. Nuk ka njerëz Shqipëri. Gjadri, Lezhën, Koça, Cërriku, Kuksi, Hasi, Burreli, Mati. Shqipëria është bosh. Ç'a doni, ç'a ka plehra Europa?
Hallet i biti hedhi këtu. Pse? Nuk ka popull këtu, populli po zhduket. Populli është duke qesh në Facebook. Gjermania po bëhet gati për luftë, po bën gati ushtrin, do sundoj me Europën, thot. Parisi thot, na mbyti Gjermania po u kthy. Gjermania tash i thot Parisit nuk merre më me ty, do bashkëpunoj me britanikët për të bërë ushtri. Franca i thot, unë jam mburoja juaj bërthamore. Ky vjej tregosh shqiptarëve këtu pralla me integrime europiane, a kuptoni ju? Ndërsa Grida bën emision për identitetin për krenarin identitetit seksual të përfaqësuesve të Europës në Tiranë. Po ç'pun ka shqiptarët më ç'bën ai? Ç'pun më i duhet shqiptarëve? Shqiptarët i duhen o zotni kur do hym në Europë, o zotni, ju që po doni me na integru në Europë, dhe që nxirrni Marta Kosin dhe me Marta Përsheshin, duke rrejt këto burokratët mashtruese sorosiane nga Europë, duke thënë Shqipëria ka bërë hapa të mëdhej, duke na rrejt keni 34 vjet që na pallonin rena, këtu s'ka as zgjedhje, këtu nuk ka as numërim votash, këtu ka luftë me krimin e organizuar. Ç'a demokraci është kjo? Në këtë duam përgjigje nga zotnia që ka ftu Grida. Jo, është kodi, është misioni. Europa bëhet gati si do ringrihet, si do bëhet gati për luftën e ardhshme, shqiptarët merren me anusin. Kjo është programi. E kuptuam? Kaq kisha. Ju përqafoj të gjithë duke ju falendëruar shumë për kohën tuaj të çmuar dhe duke ju falendëruar për mbështetjen e pakufishme që na jepni vazhdimisht. Jeni të lutur të bëni subscribe kanalit, ju që nuk i keni bërë ende, dhe ta çoni videon tek pjesa tjetër e shqiptarëve si pjesë e kontributit tënd për ta zgjuar këtë popull dhe këtë vend përpara se të zhdukemi dhe të zhbëhemi. Kaq kisha për tani. Zhvillimet të tjera janë duke ardhur në vijim, por ju e dini ato vijojnë në numrin e ardhshëm.